pak dishim se atë që Allahu Gjelleshanuhu në rrugë të drejt e udhëzon, nuk ka kush që nga e rrugë ta humbë largon lajthit dhe devion, dhe atë që Allahu Gjelleshanuhu me të drejtën e ti, me urtësin dhe butësin e ti e humbë, nuk ka kush që e udhëzon, dhe fjalët më të mira janë të Allahut, e udhëzimi më i mirë është i Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, dhe veprat më të këqija, të kota, të gabuara dhe të sherrit janë risit, bidatet, të cilat çojnë në humbje e humbja çon në zjarin e xhehenemit. Allahu të gjithëve nga ai na mbroft. Vëllezër të dashur në Islam, do të flasim edhe më tej për khalifen e këtij ummetit, për khalifen e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, për atë burr të cilin i dërguari Allahut e përgëzoi me xhenet derisa ai ishte gjallë, për atë që Muhamedi a.s. tha, arhamu ummeti bi ummeti Abu Bekr, për më të mëshirshmin ndaj këtij ummetit është Abu Bekri, tha Muhamedi a.s. për atë i cili prej kur e mirte tekbirin e parë e ka plonte vaja nga friga, dashuria e Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha me një hadith cilin e ka nxjerrë Ibn Majah dhe Ahmedin musnedin e tij dhe Ibn Majah sunenin e tij, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، ndiqni ecni pas atyre të dive pas vdekjes time, pas Abu Bekrit dhe Omerit. Tha Muhamedi a.s. me një hadith që e ka nxjerrë Imam Bukhariu në sahihun e tij, khayru hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bekr, ma i miri i këtij ummetit pas të dërguarit, pas profetit të tij, tha Muhamedi a.s. për veten e tij, tha është ma i miri Abu Bekr. قال علي رضي الله تعالى عنه كنت أكثر ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. Thot Aliu, sa shumë e ndëgjosha Muhamedin a.s. duke thonë, erdha unë dhe me vete e kisha Abu Bekrin dhe Omerin, shkova unë dhe me mu ishte Abu Bekri dhe Omeri, hira unë dhe me mu ishte Abu Bekri dhe Omeri. Vëllezër të dashur, nëse flasim për dashurinë e Abu Bekrit ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, ato janë të shumta dhe të shumta. Unë do ta flas vetëm, do ta tregoj një tregim, do ta rrafeja tregimin që Ibn Hishami në sirën e tij, po ashtu edhe Ibn Kathiri e tregon të njëjtën, edhe qëtu e ka nxjerrë edhe Imam Bukhariu në sahihun e tij. Tregon kur një ditë Muhamedi a.s. ishte pranë Qabes, duke i thirr, duke i bë davet mushrikëve në rrugën e Allahut. Ata ju vërsulën Muhamedit a.s. Abu Bekri deshi që u tërhek vëmendjen atyre dhe ai e mori fjalën dhe filloi që bën davet thirrje mushrikëve. Ata ju vërsulën Abu Bekrit, e rrethun dhe fillun ta godasin atë shumë derisa rrëzun në tokë. Pastaj Utbe ibn Rabia, i cili ishte krehu i mushrikëve, e mori këpucën e tij. Atëherë këpucët ona e poshtme kanë qenë vëllezër prej druri dhe kanë qenë të trasha. Filloi me ato me godit Abu Bekrin në fitirën e tij, derisa e humbi Abu Bekri vetdijen. Erdhën familja Abu Bekrit, Benu Taim, e morën Abu Bekrin, e qunë në shtëpi dhe ishin të bindur se ai ka vdek. Edhe pse ishin familje e dobët, nuk ishin familje e madhe, po u betun para Qabes, thanë, nëse vdes Abu Bekri, ne e kena me mbit Utbe ibn Rabia. Pastaj kaloi e tërë dita dhe Abu Bekri pa vetdije. Në fund të ditës, Abu Bekri i hapi sit, që ndroi nona ati pranë, i than epi me hang edhe me pi Abu Bekrit. Abu Bekri filloi radiallahu ta'ala anhu të shikon gjajtas edhe majtas. A e dini vëllezër, fjalën e parë çka e ka thonë në atë moment, i shikoi të gjithë njerëzit dhe tha, ma fa'ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.
Çka boni Resulullahi? Çka ndodhi me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam? Vllai dashur, a ke dëgjuar ndonjëherë për këtë lloj dashurie? A ke dëgjuar ndonjëherë se ka kështu burra që e ka humbë vetdijen tër ditën dhe më në fund i kujtohet kush? I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ato i than leneti ato, ne s'kena lajm për ato, për të shiqo gjendjen tonë dhe si e ke. Tha shkoni të Ummu Gjemil, ajo ishte vajza e Khattabit, motra Omerit radiallahu ta'ala anhuma, e kish pranu islamin, shkun të ajo dhe ajo erdh, tha nuk mundet me fol se këtu ka njerëz, tha fol rahat Ebu Bekri, ma faala Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam, qka u bo me pengamberin sallallahu aleyhi wasallam? Tha hua bi khajrin wa ni'metin, ajo është mirë, është rahat edhe shëndosh. Tha Ebu Bekri, fe inne lillahi aleyja, en la edhuka ta'amen, wa la ashrebe sheraben, hatta atije Rasulallahi sallallahu aleyhi wasallam. Për jëmë betu, tha Ebu Bekri në Allahin, vallahi tha nuk shioj ushqim, as marr me pi diçka, deri sa ta shoh të dërguarin e Allahut sallallahu aleyhi wasallam. U përpoq me ec për smundeshte, e mbajti nona ati me një krah, dhe Ummu Gjemil me një krah, dhe e qunë të pengamberi sallallahu aleyhi wasallam. Kure pa Muhamedi aleyhi salam Ebu Bekrin, aq shumë ju dhimt e përqafoj, thët pas kanë lëndu shumë, të pas kanë rah shumë, a Ebu Bekr, tha vallahi ja Rasulallah, asgjë nuk është. Pak tha i fasiku otbja, ma ka dëmtu fitiren, por unë e jam mirë dhe shëndosh. Dhe kjo është nëna ime, oj dërguari Allahut, barretun bi waladiha, ud'u Allahe leha, fa ente rajulun mubarek. Tha kjo është nëna ime, shumë nënë e mirë është grua e mirë, është e sjellshme, bo dua se ti e i bereqet, i bekuar, bo dua që Allahu gjelleshanuhu ta udhëzon në islam, dhe me të vërtet pejgamberi alayhis salam boni dua, i boni pak davet nënës Ebu Bekrit dhe ajo e pranoi islamin. Po vëllezër, Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, her pas here vinte mirë të leje të Muhamedi alayhis salam. Muslimanët bonin hijret grupe. Ebu Bekri mbet, dëshiron të dhaj tjetë prej muhajgjirve. I thonë të Resulullahit, ja Rasulallah, i dhen li bil hijre, mleja dhe unë të bëj hijret. Pejgamberi alayhis salam i thonë të isbir ja Ebu Bekr, isbir, badurim o Ebu Bekr, badurim. Edhe një dit erdh pejgamberi alayhis salam të shtëpia Ebu Bekrit, që kur në atë kohë nuk e viziton të ato, u habit Ebu Bekri, dhe pejgamberi alayhis salam tha, o Ebu Bekr, inna Allahe qad edhine li bil hijre, Allahum ka dhon leje që unë të bëj hijret. Ebu Bekri tha, es suhbetu ja Rasulallah, kale es suhbetu ja Ebu Bekr, a do që e mund që do të shëqëroj ti në këtë hijret? Pejgamberi alayhis salam tha, po tha ti do të më shëqërojsh në hijret. Thot Aisha radiallahu ta'ala anha, ma sha'artu قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ من شدة الفرح. Aisha thot, wallahe, kur nuk kisha ndëgju, kur nuk kisha par, se dikush mundet aq shumë me kajt për shkak një gëzimi të madh, vetëm se kur e pash Ebu Bekrin radiallahu ta'ala anhu, kanë prej gëzimit se do ta shoqëron Muhamedin alayhis salam. Por gjatë rrugës vëllezër nuk ishte lehtë, derisa njerëzit vinin dhe e pitin Ebu Bekrin për pejgamberin alayhis salam, kush është ky person? Dikush e njihte Ebu Bekrin. Ebu Bekri është Siddik, po me u përgjegj drejt mushrikët e Mekës japin 100 deve për ato që e sjell të dërguarin e Allahut të gjallë apo të vdekur. Përsëri japin mishde dhe japin shpërblime për ato që i tregon gjurmët se ka jon. E pitin Ebu Bekrin, kush është ky? Ebu Bekri është Siddik, ai nuk din me rejt, ai e flet të drejtën për mënyrë tjetër. Tha hadha rajulun yadulluni sabil, ki është tha një person tha që ma tregon mu rrugën.
Ato e kuptun se Muhamedi a.s. ja të regon Ebu Bekrit rrugën, donë me uthu dëkund, kurse Ebu Bekri kishte qëllim tjetër, ki është ai që më udhëzon, prej këti e marun fejen, prej këti e dalojt mirën nga e keqja, me fjalë tjera, ki është udhëzuesi dhe mësuesi jon, hadha rajulun yadulluni ala sabil, ki është një person që ma të regon mu rrugën. Vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dalluar Ebu Bekrin me shumë raste. Në fillim muslimant, kur e ndërtuan xhamin, prej shtëpisë së tyre te muret e xhamisë hapnin nga një vrim të vogël që të hinë me një herë. E u bon shumë dhe një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: la yabqayanna khawkhatun illa khawkhatu Abi Bekr. Tha tëna ato vrimat kanë me umbil përveç se ajo e Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu. Një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ki ishte dita e parë që filloi të sëmurët ai sallallahu alaihi wasallam, ju tha që të del dikush imam, se ai nuk mundet me dal, ishte i bindër i dërguar i Allahut se nuk mund të del kush përveç se Ebu Bekrit. Kërkun sahabët të gjojnë Ebu Bekrin, në atë moment nuk e gjetën. I thanë Omerit, dil të ja Omer. Omeri e kishte zonin e lartë. Kur boni tekbir Allahu Ekber, unë dëgju deri te dhoma Muhamedit a.s. Ashtu i dërguar i Allahut, i lodhur dhe i sëmur, dul duke umbajt për muri dhe tha: la, ja'ba Allahu al muslimun, illa Eba Bekr, muru ibn Abi Quhafete, li usalli bin nas. Jo, tha i dërguar i Allahut, jo, këto e nuk e donë Allahu, nuk e donë as besimtarët, urdhronja Ebu Bekrin, a i le t'i falë muslimant dhe a i le të del imam. Po vëllezër, Ebu Bekri e ka kuptu Muhamedin sallallahu alaihi wasallam ma shumë se gjithë sahabët. E ka ditë Ebu Bekri se çka donë me thonë pejgamberi alayhis salam. Me një hadith që e ka nxjerrë Imam Buhariu dhe Imam Muslimin e Sahihu në atyre të dire, nga Ebi Saidin al-Khudri thot: جلس يوما رسول الله صلى الله على المنبر فقال: إن رجلا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما يشاء وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. Thot Ebu Saidi, një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam erdhte minberi ul dhe tha: një rob, Allahu i ka dhënë një zgjedhje, të zgjedh çka dëshiron ai. Nëse i dëshiron të gjitha të mirat e dinjos, të jetone me 100 vite, të ketë pasuri dhe dukat, apo dëshiron atë që ja ka premtu Allahu Gjelleshanu. Shiqoni vlezër, imagjino, nëse dikush na e tregon të njëjtën, çfarë kuptimi ka kjo? Nëse dikush thot, apo unë e thom, një personit Allahu i ka dhënë zgjedhje që ai të merr çka të don, të mirat e kësaj bote, apo atë çka i ka premtu Allahu, ai robi e zgjodh atë që i ka premtu Allahu. As kush prej nesh nuk do të kupton të asgjë. Ebu Bekri filloi të qanë dhe thot: vallahe, për ti flijojmë baballarët dhe nënat tona, o i dërguari i Allahut. فعجبنا له فجعل الناس ينظرون إليه ويقولون: ما لهذا الشيخ يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله أن يؤتيه زهرة الحياة الدنيا وأن يعطيه ما عنده فاختار ما عنده وهذا الشيخ يبكي. Tha njerëzit: çka ka mi këtë plak, çka ka bre ki, çka ka ki që kanë për Ebu Bekrin? Tha Muhamedi a.s. na tregon për një person që Allahu i ka dhënë zgjedhje çka dëshiron ai, të mirat e dinjos ose të ahiretit. Ai ka zgjedh të ahiretit dhe ki po kanë. Thot Ebu Saidin al-Khudri: fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-mukhayyaru wa kana Abu Bekrin huwa min a'lamina bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Thot Ebu Saidi, ati që Allahu Gjelleshanu ja parashtroj këtë gjëra, ishte me të vërtet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, për ma vonë kuptun sahabët. Dhe Ebu Bekri ishte ai që më së mirti e dinte dhe e kuptonte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Vlezër, edhe një ndodhit madhe të Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu. Kjo ndodhi është shumë interesant. Imagjino nëse dikush
të prek në nder, po të akuzon, po të qet iftira në grua apo në vajzën tonë, dhe çka do të kishe bo? Kjo ndodhi me Ebu Bekrin dhe atë prej kujt? Prej më të afërmit të tij, djalit të tezës, Mustah ibn Athatha, edhe ki umur me fitnen, me shpifjen e Aishës, edhe ki flitte. E ndëgjaj Ebu Bekri, a Ebu Bekri kujdesej për hajën dhe pijen ekzistencën e tij, për ushqimin ja siguronte, e ki e prek nder, djalin e tezës së tij, tezakun e tij. U habit Ebu Bekri, tha, vallahe, kom me janë dalë të gjitha, nuk mundet ai prej me pa as dinar dhe as dirhem, as një kokër hurm, detalo që ashtu zbritja ajeti Allahut subhanahu wa ta'ala, ku Allahu thot, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allahu thot, mos të betohen ato të cilëve Allahu ju ka dhonë mirësi dhe begati, mos të betohen që t'u andalin ndihmën atyre të afërmive të tyre, atyre të ngratërve, atyre të cilët bon hijret për hir të Allahut. Ki personi Mustah ibn Athatha bon hijret edhe ki. E Allahu i thot, e zbriti ajetin për Ebu Bekrin, ato burat e mirë, ato të devotshmit, mos të betohen, se ato do të ndalojnë të dhanat, ndihmën atyre të afërmëve, miskinëve që t'i bon hijret, wal yafu wal yasfahu, le të falin dhe le ta të i kalon këto. Ela tuhibbuna yaghfir Allahu lakum, a nuk dëshironi që Allahu t'ua fal juve? Wallahu ghafurur rahim. Erth Muhamedi alayhis salam me këtë ajet, ja lexoi Abu Bekr dhe tha, ja Abu Bekr, shiqo çka ka zbrit kur mriti te fjala e Allahut, ela tuhibbuna an yaghfir Allahu lakum, a nuk dëshironi që Allahu t'ua fal juve? Tha Abu Bekri, wallahi inni uhibbu an yaghfir Allahu li, unë tha dëshiroj që Allahu të mi fal mu. Dhe Ebu Bekri tha, wallahi nuk do t'ja ndaloj ati ndihmat mbas sodit, pa tjetër pa marrë parasysh çka bon, unë nuk kom me ja ndalu ati të dhënat, ndihmën dhe të gjitha ato që ja kom ofruar më herët, do t'ja vazhdoj, pasi që Allahu xhelleshanu e ka zbrit këtë ajet. Vezër ki është Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, po për këtë burr të madh, i cili me të vërtet ishte i dobët, fizionomin e tij e kishte të dobët, ishte i lisht, nuk kishte në trupin e tij shumë tull, sa që edhe teshat her pas here i rëshqitnin dhe ai i çonte, i rëshqitnin për arsye se ishte i dobët. Por shiqoni, kur flasim për këtë person, nëse nuk e dim se si duket, mendojmë se Allahu alem ka qenë 2-3 metre njeri, por Muhamedi alayhis salam çka tha, ma sabaqakum Abu Bekrin bi kathrati salatihi wala siyamihi walakin shay'un waqara fi qalbihi wa saddaqahu al-amalu. Abu Bekri mos mendoni se ka i kalu juve me atë që ka bo shumë namaz nafile dhe ka agjiru shumë agjirim nafile, jo, por ajo që zbriti në zemrën e tij dhe e vërtetoi ato me vepër. Radiallahu ta'ala an Abu Bekrin wa arda. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah.